Kandidati i Partisë Socialiste në listën e hapur për deputet në qarkun e Vlorës Klevis Kaso ka zhvilluar një takim me njerëz të artit në qytetin e Vlorës. I pranishëm në këtë mbrëmje ishte edhe kryebashkiaku Ermal Dredha. Drejtori i teatrit Petro Marko Sokol Toto tha se Klevis Kaso është një djalë i shkëlqyer i qytetit të Vlorës. Se Klevisi, si djalë model që kemi në qytet, jo vetëm Klevisi, por gjithë Partisë Socialiste dhe kryeministri Edi Rama, sepse jemi shumë i njohës për çfarë ka bërë për qytetin tonë, diskutohet ne shikojmë këtu, po jetojmë këtu, ka njerëz si puna ime që prej kohësh që larguar nga ky qytet, u ktheva në ky qytet sepse ky qytet tash është bërë një qytet model për të jetuar. Kandidati në listën e hapur për deputet në qarkun e Vlorës Klevis Kaso ka kërkuar mbështetjen e artistëve, ndërsa tha se do të punoj fort për të mbështetur artin. Jam rritur me figurat e artit hapur familjes time, siç shqiptari u përmenda Vasilaj Koton, kur gjithë jetën e tij ka lënë rol. Edhe kur ishte jashtë artit, mua më duke sigur ai aktor. Dua t'ju falenderoj pa mas që jeni i gjithë sot këtu. Është një nder shumë i madh për mua. Shumë pak më njohin personalisht, por realisht jam një djalë që emocionohem shumë për diçka ndodhur në qytetin tonë. Unë do të jem realisht një njeri i dedikuar për çdo fushë të qytetit, nëse do më jepni mundësinë që unë të jem në parlament, të bëjmë konfliktin që do të ketë nuk e duam mbështetjen e gjithë për jush. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha ka shprehur mbështetjen për artin në qytet dhe për njerëzit e botës së artit. Sepse ka një pikë ku bashkohen arti me sport. Pra edhe sporti vetëm një është art, ku realisht pejkalon atë që bën njeriu normal. Në çfarë do lloj disipline sportive, dhe ku ka më bukur se sa dyja këto disiplina, arti dhe sporti të bashkohen, të harmonizohen dhe patjetër pastaj të krijojnë edhe një lloj gjyre shumë më të bukur për qytetin tonë, për Vlorën tonë. Unë jam i sigurt që me punën që do bëj bashkia dhe mbështetjen do bëj bashkia për atë çka ju meritoni, dhe asnjë më tepër se aq, thjesht e meritoni dhe meritoni shumë fort që ne të jemi pranë jush. Ne të bëjmë shfaqje sa më të bukur për Vlorën. Shpresoj që edhe këtë vit 2025 të na gjejmë me disa aktivitete në fakt që do të japin larmishmëri jetës politike të qytetit të Vlorës. Kandidati i Partisë Socialiste në listën e hapur për deputet në qarkun e Vlorës Klevis Kaso ka zhvilluar një takim edhe me pedagog të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali. Vlora nuk është vetëm vendi i turizmit dhe këndi perfekt i diellit. Vlora është dhe tempulli i dijes për gjithë ata studentë, të cilët diplomohen çdo vit, thot Kaso. Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës ka diskutuar me pedagogët mbi nevojat, problematikat, por edhe ka dëgjuar sugjerime nga ata që vijnë në vijën e parë të përgatitjes së brezave, sipas tij. Klevis Kaso ka vlerësuar rolin dhe kontributin që pedagogët japin çdo ditë në auditorët akademike me studentët dhe botën akademike, duke çuar edhe më përpara zhvillimin dhe ndërkombëtarizimin e Universitetit Ismail Qemali.